Unë jam Mirena Dule, avokate me profesion. Këtë projekt vi si eksperte ligjore për zonat e mbrojtura. Pjesën kuptohet pjesën ligjore të zonave të mbrojtura. Zonat e mbrojtura, siç mund të jeni në dieni, vuajnë shumë që nga 2019 kur vendimet e para filluan të cënonin kufijtë e tyre. Një pjesë e vendimarrjeve të asaj kohe janë çuar në gjykat, janë sfiduar në rrugë gjyqësore, janë ende në proces. Më pas erdhi ligji për zonat e mbrojtura që i dëmtoi dhe më shumë dhe i vendosi përpara kërcënimeve të resorteve. Kështu që takime të kësaj natyre me grupe të vogla që vinë nga terreni dhe njohin kërcënimet reale të zonave të mbrojtura janë patjetër produktive dhe efektive. Dhe takimi i kësaj radhe për këtë projekt ishte në fakt shumë konkret dhe shpresojmë që çështjet që dolën, problematikat që dolën në këtë tryez të gjejnë një zgjidhje në Ju jeni nga të vetmit që trajtoni çështjen e zonave të mbrojtura, pra jeni drejtuar gjykatës për këtë çështje. Jeni si grup privat në kuadrin e shoqërisë civile, si e keni në status jeni drejtuar gjykatës dhe a keni qenë rezultativ, sepse në zonat e mbrojtura po vazhdohet të gërmohet, po vazhdohet të ndërtohet, po vazhdohet të zhvillohet, të projektohet. Si e mendoni këtë iniciativën tuaj? Ne jemi një grup avokatësh në fakt, që vim nga Qendra Respublika. Qendra Respublika është një studio ligjore, është një organizatë jo fitimprurëse. Këto çështje gjyqësore që janë hapur nga ky grup i avokatëve, një pjesë e tyre janë mbështetur nga projekte të ndryshme dhe mbështetur dhe nga organizata të tjera mjedisore. Pa diskutim që kjo është një luftë me shumë dimensione dhe nuk mund të themi që kemi ndonjë sukses konkret në momentin që po flasim, por lufta është e vazhdueshme dhe gjitha çështjet janë në proces, është e vërteta. Edhe ligji për zonat e mbrojturave që shkoi në gjykatën kushtetuese, e cila në fakt nuk gjeti një përgjigje, sepse gjykata dhe në atë rast u nda 4-4, në të paktën 2 nga argumentet që solli palapaditëse nëpërmjet përfaqësuesve të vet. Por çështja sot është drejtuar gjykatës së Strasburgut, pra ne kemi ende shpresë dhe lufta akoma vazhdon për korrigjimin e shumë dëmeve që janë bërë nëpërmjet ligjeve tashmë në zonave të mbrojtura. Po janë të korrigjueshme apo është tepër vonë? Asnjëherë nuk është tepër vonë, sepse ky është një proces. Në fund të fundit ajo që po luftohet është nga njëra anë konservimi i zonave, mbrojtja e tyre pra, për shkak të vlerave të biodiversitetit, natyrës e tjerë, dhe nga ana tjetër është presioni ekonomik. Kjo është një luftë që do vazhdojë, do jetë e përhershme dhe zonat e mbrojtura patjetër që janë në fillimet e kafshimit të tyre nga interesat ekonomik. Pra jemi ende në fillim të kafshimit. Sigurisht që ne shpresojmë që kjo të mos rëndohet përpara se sa të gjejë një zgjidhje qoftë edhe ligjore. Patjetër që edhe duhet shoqërohet me një presion politik, sepse çështjet nuk zgjidhen vetëm nëpërmjet rrugëve ligjore, kjo është një mjet, ka dhe mjete të tjera. Okej, faleminderit.